Përshëndetje miq, motra e vëllezër, shokë e shoqe, shqiptar, kudo që jeni duke marrë frymë në tokën e shtrirë si djepi, jemi në kohën e mbrëmjes të një tasbihi ku deshta të ndoj diçka bashkë me juve, ndoshta të kristalizojmë diçka çka na e kanë fshin memorje, jo vetëm neve, po edhe gjeneratave të cilët kanë qenë para nesh. Titullin e kësaj paraqitje e bëhet fjalë për lidhësen dhe lidhësen ose. Në fe. Tani e keni kuptu, fjala fe është e shqipës. Fjala fe nuk është e librave të shenjtë, është në Kur'an, kemi fe, po është lidhse. Ku më folin lidhje me German fe, po gjithashtu ku më donë edhe një shpjegim ku përmenen dy fjalë me këtë fe. Dhe me thonë në lidhje me Ibrahimin të surja Hajj, ajeti 30 dhe surja Bejjene, ajeti 5, dhe me thonë hu në fen e Ilahit. Gjithashtu jam I pari me lejen e Ilahit, Zotit tim, Zotit vërtet, që ta përdori fjallën ilah. Ilah keni me pa një dokumentar nesër në kanalin Zoni Shqip I Koranit, ku e lidhi me filmin e Krishtit, Jezu Krishtit, në regji të Mel Gibsonit, ku përmendet fjalla ilah. Mirë po, aty të regoj se unë kër e kum përdor fjallën ilah, nuk jam bështet të filmi Mel Gibsonit, po të regojnë në lidhje pse e përdori unë Kuranin. Pra, Kuranin e përdori për shkak se germat, numrat dhe periudha kohore nuk më lejon me ron kur thatë djallit, shejtanëve, se shejtanët operojnë djathas, majtas, por edhe mbrapa, shejtanët nuk kanë akses hyrje lartë dhe poshtë. Zakonisht, këtë fjallën fe, se ku më thonë, deri në vitin 2013, dhe vetë nuk mund të liftoj këto hora. Nuk mundem vetë mi liftu, po do të liftu me shok këto hora që dojnë më na qitë foqën e zezë. Me juve bashk mundemi me të vërtetat tona, duke të regu kuptohet edhe pas dashri, po duke I përdor kodet më të forta tonat dhe duke përdor dijen edhe të librave të shenjtë, edhe të librave tjerë. Pra, tani më e dini dhe keni qartë se fjala fe, kushtimisht ashtem hoxhalart, klerikët, e lidhin me fjallën din. Gjithashtu keni shumë dokumentare rreth kësaj, për shembull fjallës din. Gjithashtu keni dokumentare me fjallën Medine. Gjithashtu ju këmë thonë se të ajeti 4 I surës e Fatiha, surës partë Kuranit, ju që nuk thirën në Kuran, mësëm këtë shkuptoni, nuk jam të ju thirë, ju të vinit besoni në Kuran, se besimi është shpirtëror, unë po jap vetëm informacion, numra, kode. Unë është fraza, melek ki ja midejnë, ka me përmen shpesh herë. Dhe më thonë, sunduesi I ditës borxheve, feja, dhe gjëni mirë, feja është borxh. Se ne jemi borxhli, të gjithë ne, kur dalmi në dunjo, jemi borxhli, me borxh. Borxhli jemi, tani se cili ka me po pyetje, po çfarë borxhi, se më ka pyet mu kërkush, që une a dohet me dala jo, se cili e ban këtë pyetje, edhe është në rregull me po këtë pyetje. Mirë po, tu është krejt bërthoma e ëmbël e jetës dhe e sprovave tona dhe e roleve tona në këtë dënjo, për shkak se unë gjithashtu nuk është mendim ezoterik I mbyllur,
po të gjithë ne kemi marrë emanet, dhe të gjithë dhe Zoti, kur na ka kriju për një herë të gjithë dhe na ka kriju. Dhe na ka formsu dhe ne atje kemi zgjedh vetë, kur e kemi marrë emanetin cilën periudhë kohore me dalë në dynjë, keni qartë. Domethënë, ne nuk kemi zgjedh as nona as bab, sikur se nona dhe baba nuk na kanë zgjedh neve, keni qartë ajo. Pra ne jemi në rolet tona, pra jemi me borx. Borxhi i parë është amaneti, cili amanet? Borxhi i parë është amanetin që e kemi marrë dhe kemi dëshmu të ai lart në botën e amshimit, në botën e zelit, se ti je Zoti jon. Prandaj është një informacion të surja Araf që e kum përmend paraqitjen time pak para kësaj, kur ju kum tregu për shembull se përdoret fjala anfus dhe jo nufus, domethënë për shpirtrat. Domethënë, unë kur e kum marrë zelin, edhe ti sot që jeton, flet shqip e ke marrë emanetin në botën e zelit dëshmis me dol, me një vend, me një tokë, ku ke lind ti, me një gjuhë, ku e flet ti vete ke zgjedh, vete ke nënshkru. Pra kjo është feja jote, kjo është borxhi jot, është natyrshmëria jote shqiptare. Dhe te kjo nuk ka dhe. Domethënë se zakonisht i dëgjoj. Jo, nuk i ke në Shqipëri, po në Shqipërinë administrative, po te disa qytete në Kosovë i ke, edhe këtu në Maqedoni i ke, ko gjatë bejsa, po jo dhe shumë se kanë fillu shumica tash të zohen, po ende po kanë frikë, kanë tutë, se tutë unë malin, tutën shkret. Unë e besoj atë punë që tutën, dhe më thonë, këto thojnë 100% jam musliman, 100% jam shqiptar, nuk mundesh. S'ka musliman dhe shqiptar, nuk ka, nëse ti thirresh në Kur'an, do me besu Kur'anin, nuk ka. Ma mirë me relajmin sot, do me qenë musliman, ke kriju një kom 3 muslimat, Molla Shaqirit dhe të partive tash që janë pushtet, dhe Mickovski, në regull, mbroj drejtat e muslimave. Unë habitna matë qatibin e Izet Megjitit, zë qëra Ibrahimin, sot ajo është në pushtet. Pse nuk merë iniciativ bashkë me Mickovskin, mi liru njerëzit, të cilët ende e vujnë dënimin, gjoja se kanë përdor terrorizëm islamik me rastin e vrasjeve në liçenin e Smilkosit, që deshtën të amveshin si terror islamik, se miku jem Bedria ka vdek, u bo për Ahmet. Tani ti e pushtet, mësë mirë me BDI-n, me Ali Ahmetin. Ti dëshmoj e vetën që ki pushtet, se ti shkon valib votat në emën Palestinës njerëzve, në emën të Allahit valib votat, adin, ju një parti muslimone. Ju mbroni musliman, mos u thirrni në emën shqiptarëve. Unë ju pranoj si musliman. Kur thu isha musliman, ki drejtat e tua, ti mendon për kalifata, ndoshta e do në dhe Turqin, ndoshta e do në dhe sultanin, kalifin, më të orkejt, është në regull, po harrojeve shqiptarin, mos i përmen shqiptarin, shqiptaria është një botë plecisht tjetra. Pra, unë thirrna në Kur'an se Kur'ani nuk le me gabu dhe këto qyla që i kanë dalë me manipulu me rajnt, mi mashtru qytetarët e tyre që ju besojnë, mi manipulu, apo kupton, unë për atë e përdori Kur'anin, se kur kanë nuk e thirë as me besu Kur'anin as Biblën. As nuk e ki për detyrë ti më dëgju, mirë po, si shqiptar kam të me mbrojt qenjen teme biologjike. Besimi o shpirtëror, kur kush nuk o zonë ma prek besimin tem. Dhe një gjonë që ju nuk e dini, kish dalë, kish folë, ai hoxha me emrin Osman, adin Osman, për kishën e Lapushnikit. Kishën e Lapushnikit, dhe që kishë tonë e hoxha Osman, thot, kishë e Lapushnikit është kishë e fesadit. Adin? Kur ju ka thonë tim shkupi, nuk ka hoxhë të mirë. Dini që është e saktë, është e vërtet. Hoxhallarët janë armiqtë përbetuar të kombit shqiptar. Tani fjalën kombe keni kuptu. Fjala komb lidhet me shtet. Hoxhallarët janë ata të cilët shumica, nuk po flas për raste të veçanta, Shefqet, Turgut Pasha, e ka vrarë Molla Sinanin, vetëm se e ka përkroj Idris Seferin. Sot ka ende njerëz që nuk e do Idris Seferin. E keni qartë ajo, Turgut Pasha ka bo masakra në shqiptari. Mirë, po disa po mendojnë se është ajo kohë para 100 vjetëve, që si kanë përzonë shqiptar fresh Shkupit me hoxhallarët bashkë, edhe munden edhe me neve. Je keni gabim, ne nuk ba kemi frikën, se sot ka telekomunikim, Shqipëria është e hapur, Kosova është e hapur,
Keni qorë jo, nuk është ajo koha para 100 vjetë ku Shqipëria ka qenë e izolume, Kosova ka qenë e izolume, edhe jo muni me vëllëc vallën e dudijave, vallën e kriminelve në Shkup. Pra, nëse je musliman, re musliman, nëse mendon ti që si musliman që i vret, moje mend të thot tim Shkupi, prej Shkupit, pe qendrës kalajës, vrasës si vritet, karma është karë, nuk shpëton. Kjo është e vërteta e hidhur. Do me qenë ashtu, harroje. Ose do mu livdu me shqiptari, ose do me livdu. Si të livduosh me muslimanizm, rrete muslimanizmi, i keni partit muslimane, jeni në pushtet. Alia nuk në pushtet, Ali Ahmeti. Ali Ahmeti është në opozitë sot. Jeni në pushtet. Shkone, merë në Londën e monstrës, Fatime Fetojnë, atë Fatimajcën e Gostivarit, që i këndon këngët e cajcës, që e bajshi Hazreti Fatajnja, dhe në Hazreti Fatimën të qele Londën e monstrës, dhe lironi njerëzit për burgjeve, njerëzit e juve, muslimant e juve. Edhe unë kam ju përkro, dhe shqiptarët e mi kanë ju përkro juve. Se ne jemi njerëz, mbi gjitha ne jemi njerëz. Pra, unë në të shmërin time, dhe shqiptarët e mi nuk e prekin. Ne borgji kemi shqiptarisë. Dhe Osmani ka dalë, ka thonë, kishe Allah Fushnikut, është kishe Fesodit. Mirë po, jo vetëm Osmani, asë një hoqë, nuk del me thonë se, gjdo namaz që e kanë folë, njerëzit të xhamia madhe në Prishtinë, se përpara se xhamiës madhe, kemi thonë xhamia madhe e Prishtinës, gjdo namaz është folë ati, mbi gjakun dhe shpirtin e Pjetër Bogdanit. Unë nuk e di që ishke mu lidhë ti me Zotin, me një vend ku është mbyt dhe është vra, nga jeni qerët e sultanit, një shqiptar pse ka kërku lirin dhe shtetin e ti. Nuk e di që ka më ta pranu Zotin, xhamin e madhe, ku ligjeron edhe Molla Nahim Ternova, kreu i Islamska zajednicës të kralit Sërbis. Të në vërtet atë hidhura. Prandaj një pjesë e njerëzve në Kosovë kanë tut, kanë frikë me folë vërtetën. Prandaj disa ikin, shkojnë të konvertohen, duke mendu se si të konvertohen, shkojnë kish, kanë me shpotu për njerëzve që i kanë përrethaj. Kjo është e vërteta. Shqiptarët ende se kanë fitu lirin, që janë konë në kufit e asoj Jugoslavisë, kralit dhe Titës. Ne ende do të me bo luft për lirin tonë, për drejtat tona, për janë mëgjve të mbrendshëm që i kemi, që shojnë ondra ditën shojnë, se mund të bojnë shka dojnë të shqiptarë. Pra, ose je shqiptar, ose je diçka tjetër. Po nëse je diçka tjetër, atë përzinë ajo, po le emër vëlla shqiptarinë rehat. E shqiptarinë rehat. Unë po va mësoj një retorikë kur të bisedoni me ta. Mirë, a je musliman? Po. Jeto si musliman. Unë të dëshiroj çdo gjotë mirë ty si musliman. Ta realizoj honrën e Imam Mehdijes. Ta bash këtë botën musliman. Me çka kemi bë botën musliman? Me portat Bagdadit? Ha? Dhe me atë gazetarin e Tetovës? Atë gazetarin të atë Batbark Modina, ta bajsh me Shurdevës, ta bajsh botën, Washingtonina, edhe Londrën ta bajsha, e stakfirullah. Pra, ti është e drejta juve, ju mendoni, po unë kam drejtë me ju thonë, bëne, po harroni shqiptarin, mos e deklaroni, kur t'ju zihet pec puna, mos unë jemi shqiptar, nuk je shqiptar ti. Shqiptaria, unë si shqiptar si kam ato gale, nuk mendoj me bë botën me muslimanizu, botën me vesh me burkat zeza. Nuk mendoj unë ashtu. Unë të vetëm një dalë që e kam, a mund të bashkohen shqiptarët. Me një shtetë. Pra, një gjuhë, një flamur. Flamuri ku që zë është flamuri fesë. Dhe më thonë, shqiptaria është fe. është fe borgji jem. është flamuri ku që zë. Gjdo flamur tjetër është flamur i rranave, i gënjeshtrave. Pastaj vjen, një komb se kombi është bashkësia e njerëzve për ta bërë shtetin dhe perandërin. Pra feja ka qenë me mu, para se me armë dynja e përcaktume, pra e ti që e ka bo këtë dizajn ka shmath. Pra,
Ne duhet që ju them këtine, ju që jeni falë të xhamia madhe, sa vështirë që va pranon Zoti. Dhe s'va ka pranu, shka ka pranu Zoti juve, prej juve këto 20 vjetë. Përveç që keni bo dam institucioneve dhe shtetit Kosovës. Asgjë, bre. Asgjë. Kallëzoni. Ma kallëzoni një shpihje, një zbulim. A din sa pore keni posë. Unë i di sa pore, së unë jetoj në Londër. Unë kam informatat hatashme. A di sa pore janë derë të ju, dhe a pec mundeni me fitu. Pse, vërteta nuk është me juve. E vërteta nuk është me juve. I keni mashtru disa politikan. Ato janë gjahila. Ku e di glau kunjufsa se qka është hoqë? E di glau kunjufsa qka është hoqë? Asni politikan nuk e di qka do me thonë fjalla hoqë, qka do me thonë fjalla islam, eslem, qka do me thonë fjalla ilah, ele, lehu, elehumme. Nuk i din se si kanë mësu. A ka njerëz i ekspert për rrethi? Jo, nuk kanë. Prandaj të thot hoxha vizionar. Hoxha vizionar pak, ato që janë vizionar kanë qenë pak, po kanë qenë njerëzit ngritur, kanë qenë prej atyre që quhen ulil elbab të urtit e mendjes, kur ka qenë hoxh Tasini, e shumë disa të tjerë. Pra ka orë koha me reflektu, ose je shqiptar, në Macedoni po flasë, ose je shqiptar, ose je musliman. Ne mund të jetojmë bashkë, ha? Qish jetojmë me të tjerët, mu me tu e ju, po jo ti më thirë në emën shqiptarve, marë votën mu si shqiptar, edhe masani me votën teme ti më liftu mu, nuk shkon e puna shdo, nuk shkon pushka top ju boft, pushka top ju boft, e këni qorda jo, pushka, ti marë më mashtru mu me shku me vjedh, me rrejt, ta në zezat mi bo, edhe misën mu shqiptar, dhe të këqijat, atë faqen e zez mu anon shqiptarve. Ne kemi pas tradit, nuk e din krejt, po ndo vene, kemi pas tradit, kur dikush ka prej kodin e fshatit, apo të katunit, apo të fisit është linçu, është internu nga i vend. E keni qartë ju. E keni qartë, dikush do të... A kjo shqiptaria juve a ko libër, që s'ka, e kemi kanunin e lek Dugaxhinit. Pse Kuroni, kujt është? Kujt i ka zbrit Kuroni? Arabve ju ka zbrit Kuroni, po s'ka pas Arab. Para 1400 vjetëve, nuk ka pas. Plasni, që ju kanë mashtru. Plasni, ha? Në shka kallëzoni? Librat Bagdadit, Buhariu, nuk e din ja ka egzistu në vërtet Buhariu, apo jo. Po është e drejtë e juve ju me besu atje. Besimi është shpirtëror, unë këmë thonë. A ju beson haditheve? Besoju, po pa qdashës. Po jo morë më nasër më neve shqiptarve. Pse nasër më neve shqiptarve? Të në Macedonisë të joni i kontrolon. Djollë tash mojtas, djollë tash Mickovski ka shti në gjep i ka shti. Gjep, shka do e ban Mickovski me ta? Edhe qko është më rëndësia, pasjevi, është një politikan i ekstremit majt, ka bo kërkes me njoft Macedonia shtetin e Palestinës. Shtetin e Palestinës. Ju që jeni musliman, që thoni 100% jeni musliman, që Tim Shkupi si shqiptar, une me qenë deputet në sobronjet Macedonijës, une në ngrehe iniciativ me njoft Macedonia shtetin e Palestinës. Unë nuk vim jo rajt me ju mashtru. Unë jam konë që në ti që qëfar populate kemi ne, shumë letë edhe unë e kumë posë me mashtru që ju ka mashtru Afrim Goshi, hajqisha e Adnan Azizi, torbe do të mjarë ative. Thot, qire, ne jemi rritë për shemëll, kur Beogradi ka bo plane, për me mësu Kosovës, eksperimente ka posë Macedoninë dhe Shqiptarët e Macedonisë. Unë goti i kam imrinda 60. Unë i majtë kur kam fillu mi rëzu muret në përshko. Para se mi mësu Kosovës, fillojshin mi rëzu muret e oborëve. Edhe hajt del pa kukur ftyre, kloni i Zemunit të Tetovës, se përpojnë që janë kloni i Zemunit. Ashtu vini informatat për Tetovës, Bilal Kasomi dhe Adnan Aziz janë kloni i Zemunit në Tetovë. Del dhe thot pa kukur indyre. Thot ne me koalicionin Mozhe të Zoran Zaevit, unë jam taku me Zaevin, thot ne kemi hinë koalicion bashkë me bëj eksperiment me shqiptarët. Pra, ju që pak, ko plot që janë si unë shko. Plot ko po, jemi të rujt mos me dal haftazi. Kemi leju muslimant me eksperimentu me shqiptarin tonë në Macedoni. E keni qonë, jo kush? Adnan Azizi, i lartësës, a i kajtë është. Edhe e qete e alsat televizia,
dhe pas kanë vendosur Xhevdet Haradinin me bë kryetar, se mendojnë Xhevdeti pak para se me vdes edhe foj shkon Xhevdet Haradinit, nëse e boj që nuk beson, nuk mirë na marr punë, nuk më intereson fore. Mu më intereson qenja ime biologjike. Ti zgudzon me prek qenën teme biologjike. Nuk kemi para 100 vjetëve, nuk e kish qet Turgut Pashën. Ma ardhë më të ndihmu. Nuk e ki Zotin e vërtet. Ti, që shkon të e xhamia madhe në Prishtinë ditën e premte, me kujtu aty ku janë të varrost eshtrat e Pjetër Bogdanit. Aty është shen Pjetër Bogdani që e ka desh shqiptarin, sukur që e ka desh Molla Sinoni dhe Molla Idrizi i Gjelanit që të ka thonë ty, ta ka përplas në ftyrë, shqiptaria dhe islami nuk shkojnë bashkë, se dha e ka ditë që s'ka islam në Kuran. E ka ditë që s'ka islam në Kuran. Kurani është liber, do me besu, me morë referenze për Kuranit e merë njëtë edhe Biblia është. Njëtë edhe Biblia është. Kështu që bani të fala Molla Osmanit, se kina me thirë Sultan Osman Mahmud Toglu. Mahmud Toglu. Thot kisha, Allah pushnikët, thot kisha është kish, bilëm ishtaj, është me një kodrat e mdogët që qesin, në më thonë, shka të bandë, pengon, musën pengon, as kisha, as xhamia nëse rri në fushën e besimit. Mirë po, edhe nëse këto tjera të rri në fushën e besimit, se besimi është shpirtor, këto dojmë fe, dojmë përsteteke, po e Molla Naimi çka thot? Molla Naimi thot, Naimi fe, sa fe në kupton shtet, momentin të që u je shqiptar me fe, a i thot s'ka fe, shqiptari, s'ka fe, sa i do diçka tjetër do. Kallëzën një kredve atyne, kanë me humbë betejen me shqiptarët, kanë me humbë. Kanë me na qitë punën e kumëton ma herët, kanë me na qitë pak punë, po, se kemi gale. Një bje, 1.000 ngritën, 1.000 ngritën. Shto që kalon frinë Gjergj Kastrioti, atë në Tiranë, edhe kullën e ka ndërtu me ftyrën e Gjergj Kastriotit. Unë ju këmë thonë qiell kina me pas shkru me Zoti do shqiptar. Vetëm nëse fitojmë betejen me këto hoxhallar të poshtër të Sultan Osman Mahmudit. Sultan Osman Mahmudit. Tim Shkupi mi pas votat në Kosovë xhamin e madhe e kthen e ban memorial. Memorial të shen Pjetër Bogdanit. Unë se kam emrin Albin Kurti, as Ramush Haradinaj, mi dhon votat, dojtë si janë ves, as Washingtonit, as Londrës, as Moskës. Shtë që ju përshëndes, kaloni mirë, deri me të 28-in.